Dhe të dashur miq të emisionit Familja Jon, jemi kthy kështu bashkë në pjesën e parë, në bisedën e parë. Unë i paralajmërova në intro të emisionit të gjithë të ftuarit tonë, temat të cilat do t'i trajtojmë. Dhe thash që në pjesën e parë së bashku me specialistin e urologjisë, doktor Ardit Kryeziu, do të flasim për gurët në veshk, një problematikë e shpeshtë që prek të gjitha moshat edhe gjinit, por që do të mësojmë detaje pak më shumë se si shkaktohet e të tjera përgjigje që do t'i marrim në çdo pikpyetje që kemi. Doktori tash është studio me neve, mirë se erdhe doktor Ardit. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit shumë. Di që ju çdo ditë keni pacient me natyra të problematikave të ngjashme dhe përgjigjet gjithmonë i keni aty, por ne e kemi një hall gjithmonë. A e shkaktojmë ne këtë problematikën e gurëve në veshka? Sepse e dashta me nis me këtë pyetje, se shpesh njihemi fajtor edhe për stilin e jetës që bëjmë. Tani, stili jetës mundet me pas një efekt ndoshta më të vogël, minimal sa i përket formimit të gurëve. Është gjenetika. Ma shumë është gjenetika, ma shumë janë anomalit e traktit përcjellës, do me thonë që janë ureter dhe kanalet përcjellëse që e bortin urinën prej veshkave drejt e fshika poshtë, që munden mu konsideru si shkaktar më të mëdhaj sa i përket formimit të gurëve në traktin urinar, ndërsa stili jetës ndoshta ushqimi, pirja e kafes në sasi më të mëdha, mungesa e morrjes së langjeve, ujit, posaçërisht dikush që pen ujë më pak, ndoshta munden me kon faktor më predispozues, po ndoshta jo ashtu ato faktorë të mëdhaj që çojnë në formim të gurëve, më shumë tani, nëse morrim formimi i gurëve ka teori që na sugjerojnë se pse po mundet me ardhur te formimi i gurit tek një pacient, po nuk ka kështu rregull ose ligj të saktë që më thon kjo është shkaktari kryesor edhe evitoj ky shkaktar ti nuk do të kesh më gurë. Prandaj si teori mbeten në nivel të supozimeve, të dyshimeve që pse ka ardhur te formimi i gurit. Në këtë rast për shembull mundemi me marr çush edhe e përmenda anomalitë të traktit përcjellës, ku urina ka mu përcjell më ngadalë për poshtë drejt e fshika urinare, këtë aspekt që ato kristale që veshkat tona i eliminojnë përmes urinës mund mu precipitu, mu agregu dhe më çon formim të gurëve, mandena mundet me kon për shembull nëse sasia e ujit që ne konsumojmë gjatë ditës është më e vogël, urina do të jetë më e koncentruar ose më e mbi ngopur rrjedhimesh me çito kristale, edhe ekso mundësia pastaj me çunë në formim të gurëve. Pra, ka teori, ka supozime, po nuk ka kështu rregull strekt që më thon për këtë arsye. Që është identifikuar një shkaktar kryesor. Saktë, që është identifikuar domosdoshmë një shkaktar që për këtë arsye po formojnë gurët. Po, kjo nga që të pyeta sepse prek gjitha gjini, edhe gjitha moshat, edhe burrat, edhe gratë, edhe fëmijët, edhe plesht. Prej moshave më të vogla dhe moshat më të shtyra është që prekin gurët kryesisht mbetet faktori gjenetik, kur veshka vet është ashtu prodhuese e gurëve, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë, po nuk kemi shkaktar të saktë. Sepse ka raste kur dikush pen ujë më pak, po s'ka guri. Ka raste kur dikush pen ujë shumë, po ka guri. Domethënë nuk kemi një shkaktar. Doktor Ardit, unë nëse nuk gaboj, gurët shpesh din të jenë aty një kohë gjatë pa dhënë simptoma, derisa është e dëmshme për veshkën nëse qëndrojnë gurët dhe ne nuk e dim që kemi gurë në veshkë? Sepse nuk kemi të prirur shumë bëjmë kontrolla rutinore kështu me pa. Sakt, pajtuna plotësisht. Tani, gurët varësisht se në cilën pozicion janë të vendosura në veshkë. Nëse gurët janë të vendosura në fillimin e kanaleve që e përcjellin urinën, shkaktojnë obstruksion të veshkës, rrjedhimisht duke qenë po shprehme ajtit të veshkës, edhe si rrjedhoi do të vijë deri te dhimbja si pasojë e obstruksionit. Ndërsa ka mundësi me kon një guri qoftë në kalikset e mesme ose në kalikset e poshtme, po nuk është të e blloku rrjedhën e urinës, drenimin e urinës, ai mundet me kon ato edhe pacienti s'ka simptoma fare, edhe rrjedhimisht ai mundet mu identifiku veç gjatë një kontrolli rutin, po përndryshe ankesa nuk ka. Tani, guri në dimensione më të vogla mundet të mos me bë dome edhe pse po rrin çato, po guri në dimensione më të mëdha prapse bën dome, sepse ai nëse nuk e ka blloku komplet veshkën, ka me bloku kalikset e qati polit, që polit si për të mesëm ose të poshtëm
që mundet me qu drejt të infekcione edhe me qu drejt ndryshimeve inflamatore në veshk. Pro, edhe pse nuk po jep dhimbta, po rrjedhimisht gradualisht shkon duke dëmtu veshkën që në distanca kohore më të gjata mundet me ardhur drejt të dëmtimi komplet i saj pa u hetu fare. Sakt. Pikërisht për këto që ti shpjegojmë pak më mirë, kam disa fotografi, shkojmë bashkë tek Ledi në mënyrë që ta kuptojnë edhe ndjekësit tonë ta shpjegimin e çdo problematike që gurt në veshka mund të shfaqen, sepse shpesh din me ka një dhimbje shumë e madhe. Luz Benartin fotografinë e parë me ma vendos. Me qëllim e kom marrë këtë fotografi sepse dhimbja ju çdo herë është e koncentruar me një vend. Kur janë gurt në veshk, ku dhem kryesisht? Cila është regioni që e dim si shen? Nëse guri është në veshk edhe ka shkaktu obstruksion të veshkës, ka shkaktu ajtje të veshkës që ne e quajmë hidronefroz, dhimbta do të jetë mbrapa në shpinë në pjesën lumbale të anës që është guri, domthonë varësisht nga ana e djathtë apo e majta. Nëse guri do të jetë në kanalin urinar që quhet ureter, në pjesën e mesme të tij ose edhe në pjesën e poshtme, përveç dhimbjes në shpinë mundën të shfaqen edhe ankesat e tjera. Në këtë rast pacienti mundet me reflektuar si dhimbje të barkut, që shpesh herë për shembull vjen në diagnozë diferenciale me apendicitin akut, po në fakt ai nuk është apendicit, po është dhimbje për shkak të gurit. Tani pjesa tjetër është nëse guri është në pjesën disale të ureterit, ankesa do të jenë dizurike. Çka i bën kjo? Kjo i bën ankesa sikur me pas infeksion urinar. Domethënë urinim të shpesh, degësim gjatë urinimit, dhimbje gjatë urinimit, urgjencë për të urinu, ndjesinë sikur nuk po e zbraz mjaftuar shumë urinën. Domethënë ankesat i ngjasojnë një infeksionit urinar, por që në fakt është për arsye se guri është në pjesën disale ose në pjesën përfundimtare të ureterit, edhe simptomat janë të ngjashme sikur me një infeksion. Pra, përveç dhimbjes në shpinë, dhimbjes së barkut, po edhe poshtë në pjesën disale ku shfaqen ankesat dizurike. Ndërkohë këto simptoma vinë duke u rrit me kalimin e kohës apo vinë sikur të befasishme ta themi se zakonisht nëse guri ka rënë në kanal, tani këtu varet nga shumë shkaqe. E para mundet të jetë nëse guri është e një masie jo të madhe, po në dimensione më të vogla, ekziston mundësia mund të i kalu që kjo që ne quajmë qafa pillë ureterale, me ra më poshtë, madje ka raste kur guri vjen deri në pjesën distale. Kur vjen në pjesën distale, ureteri ka disa ngushtica fiziologjike, ti quajmë ato, edhe pamundësia që ti gurit me dalë në fshikjen urinare, hidronefroza ka me fillu prej gurit. Pra, ndoshta guri ka mujt me ra para 1 apo 2 javë, dhe ajtja e veshkës fillon nga ureteri poshtë, duke nalt, edhe dhimbta ka mu shfaq në momentin kur ushtoj veshka. Pa ndoshta guri ka ra para 1 javë ose para 2 javë ka ra, po gradualisht kanë fillu me konë simptomat. Pra kjo është njëna prej aty në arsyeve sepse ne kur e diagnostikujmë edhe me anë të imazherisë, vrejmë që guri nuk është nalt, po guri është poshtë. Mirë, po dhimbta ka fillu në momentin që ushtoj veshka. Pastaj trajtohet dhe shërohet ajo pjesë. Po, patjetër. Pastaj, po. Kemi fotografi tjetër që janë pak a shumë 2-3 të ngjashme që shpjegojnë edhe se si duket guri në veshk, nëse mundet Benarti me na ndru fotografinë. Kjo është forma e veshkës, e plot, se si është nga brenda dhe guri. Po, doktor Aldin? Domani këto ishte të e përmend sikur ju që pjesa me gur, rrjedhimisht shumë një foto e mirë. Guri fillon pikërisht nga këtu, nga çdo kalikset që ne i quajmë të vogla, edhe bie në kalikset më të mëdha. Në kalikset të vogla, që më herët e përmendëm, që ky guri mundet me bë obstruksion vetëm te poli të sipërm, po pjesa tjetër e veshkës është e shnuar. Pacienti mundet mos me pas ankesa fare, por ky guri kur i ka shkaktu obstruksion polit të sipërm, në këtë rast në bazë të kësaj fotos, mundet me konë si komplikim i ti infeksioni dhe rrjedhimisht ndryshimet inflamatore të veshkës. Ndërsa kur guri rritet në dimensione më të mëdha, bjen prej kalikseve të vogla në kalikse të mëdha dhe prej kalikseve të mëdha mundet me ra në pjellën që është fillimi i kanalit urinar, edhe atëherë nëse e bllokon komplet veshkën fillojnë të shfaqen dhimbja dhe ankesat të komplet veshkës. Por pra nuk do me thonë që nëse një guri është i vogël se ka bllokuar krejt veshkën, nuk është i bodome, sepse ai bën dome, po i
i bën një lokacionit më të vogël brenda veshkës. E qartë, gjithsesi, sa po të diagnostikohet që ka gur në veshkë, gjithmonë duhet të largohet. Duhet t'i bëhet zgjidhja atij guri, sepse herët avon do të bën probleme. Po, në ndërkohë e ndrojmë Bernard fotografinë, ndërkohë doktor Ardit, shumë shpesh ju thuhet edhe pacientave me provu një herë, qoftë me medikamente, me qitë gurin vetë jashtë. A provohet më shumë tek burrat a tek gratë, se tek burrat është pak më e vështirë? Tani këtu kisha pas dëshirë me bën një ndërhyrje. Ne në vendin tonë po sakt e rekomandojmë çashtu çu thoni, por protokollet nuk thojnë ashtu. Nuk thojnë protokollet. Jo në asnjë mënyrë. Protokollet nuk thojnë që na me lon veshkën në hidronefroz, me vujt edhe hajde mos po e qet, mos po eliminon ti gurin vet, sepse edhe eliminimi spontan i gurit lën pasoja të çajo veshkë. E para që po rën ndoshta një javë, 2 javë, 3 javë në hidronefroz, e dyta dëmtimi i kanalit urinar që po e bën guri, e treta derisa ai të eliminohet nga kanali urinar që qutur e në fshikën urinare dhe tutje jashtë, do me thonë ai ka me lëndu edhe mukozën e qasoj pjesës të kanalit ka me bo edhe domet e tjera. Aq ma tepër që dëmon në basë të protokollëve, na nuk guxojmë i thonë pacientit të po presëm derisa po eliminon në mënyrë spontane. Duhet të bëhet zgjidhja. Atër zgjidhja cila është varet nga pozita e gurit, varet nga lokacioni i gurit, varet nga masia e gurit, varet nga smundjet të tjera shoqëruese. Ndoshta një pacient pas smundjet të tjera shoqëruese mundet me toleru një 2 ditë, 3 ditë edhe një hidronefroz e veshkës, po një pacient që është për shembull me diabet, një ditë për tonë shumë e madhe, saj me njëherë shakton pionefroz, me njëherë mundet me radhën seps. Pra varësisht nga pacienti, varësisht nga situata dhe nga smundjet e tjera, duhemi të intervenojmë. Okej, hajde po supozojmë që nuk po fillojmë me njëherë procedurat me një laser për largimin e atij gurit. Ne duhemi të vendosim një stent që veshka mos më nejë të hajt ne. Edhe atëherë po presim nëse ai guri eliminohet, shumë mirë, nëse ju atëherë na edhe ndërhyjmë përmes procedurave që po i quajmë laser. Doktor Ardit, met apo e vërtet pirja e birrave që qet gurin? Met. Po adin qysh, me na thonë neve pi 2 litra ujë, qysh mi pi 2 litra. E me thonë, hajde pim 2 birra, po më e bashkë vjen ma lehtë. Thonë mos e provoni. Kështu që kjo është veç ma shumë met. Met. E kemi një video që derisa Bernardit na sjell videon, fati i mirë i gjeneratës i shëndetësisë dhe vendit Vita Hospital ku ju punoni, është procedurat e lehta që përdoren për largimin dhe tyrjen e gurve. Domethënë nuk ka më vujtje me nejt një javë spitale, me ushëru plaga, domethënë është procedurë e lehtë, moderne. Shumica e zgjidhjeve të gurve, të urolitiozës, domethënë bëhen në mënyrë laserike, pa prerje, pa shpurje, edhe pacienti qëndron një natë, maksimumi 2 natë në spitalin tonë, dhe ai mund të rikthehet aktivitetit dhe normalitetit shumë shpejt. Edhe pa dhimbje. Edhe pa dhimbje, që është shumë rëndësishme. Kjo bëhet me anestezion total? Me anestezion komplet. Komplet, po. Do me thonë dhe pacienti nuk ka ma problem pas 1 ose 2 ditëve për shkak mbikëqyrjes. Varësisht shumicën e pacientëve lirohen në shtëpi të nesërmen, por ekziston mundësia nëse ka pas edhe infeksione edhe parametra të tjera, se mund të tjera që të përcillet edhe një natë më shumë, po shumica e pacientëve lirohen në shtëpi të nesërmen. A është kjo e vetmja metodë momentalisht që përdoret për guret në veshka, apo... Jo, kemi metodat të ndryshme, do me thonë, tani klasikit është me prerje, me operacion të hapur, që rrëdhimisht shumë ma pak ose ma rol i përdorim, përveç nëse ka edhe anomali të ureterve, kanaleve, që me qatuti e hek dhe një guri, po e bënë një ndërhyrje, do me thonë, të qati kanalit edhe me qatë prerje i bën të 2 zgjidhjet e pacientit, përndryshe shumicën nga guret prej veshkave, tutje zgjidhen përmes të aparaturave dhe procedurave të tjera që tani më veçën më moderne. Për shanjona prej tyne është që kjo që ne quajmë ESVL, extracorporeal shock wave lithotripsy, do me thonë thyre e gurit me rreze jashtë-trupore, me rreze të shkurtra jashtë-trupore, një pajisje jashtëzakonshme shumë e mirë edhe ndihmon që gurt edhe më të mëdha me forcit më të mëdha deri tani më veç thyen edhe eliminohen. Po tash, po supozojmë është një guri 2 cm në vesh në pjellan. Fillimisht duhet mu vendos një stent, sepse ajo është guri i madh. Duhet përmes stentit të krijohet rrjedha e drenimit të urinës e para. E dyta pastaj duhet që stenti të dilaton sadopak ureterin,
ka me kalu që ky guri që është që ka që madhë që po thejt. E këso mundësia mu thyne vesh, po ndoshta me met për gjatë kanalit urinore që na pasaj për rrugëve të poshme me hi me laser dhe minzesh ato pjesë, po prap se prap. Edhe kjo procedurë, edhe ajo procedura tjetër, janë procedura shumë të mirë sepse i evitohet një operacionit të hopër klasik. Edhe pacienti po trajtohet pa prerje, pa kirurgji të hopër edhe po eliminohet problemi i tina. Kjo gurët në veshka, doktor Ardit, a është proces që rishfaqet, ripërsëritet edhe kur i largohem? Po se që është qushe përmanëm qush në fillim, nëse janë ato pacientët që kanë quhen diso pllaka të randalli, do më nësoj përket aspektit genetik, që ajë prapë ko me formu gurë. Ti e pastron, e largon gurë, qop me thyre, qop me laser, është krejnë regull, ndoshta mrena 5-6 mujve, 1 viti, maksimum 2 viti, a i ka marrë prapë një guri tjetër. A mund të jetë edhe kjo met që ujtë të cilën e pim të pa filtruar, jo të blerë, do me thonë, mund të ndikoj shpytje për pacientët të cilët e kanë si shqetësim? Tani, do me thonë, duhet të kenë studime ma të mdhaja për me jop një përgjigje ma të madhe dhe ma të sakt, për tash uji ka me shku në lukti ka me trejt, ka me dojnë në zorë, për zorëve ka me përthith, ka me dojnë në gjak, gjaku ka me shku në veshka, veshka ka me filtru. është ko gjatë do rrugë që e bon, nuk është aj uji që na si e pime në është në veshka. është një rrugë tjetër, pak ma ndryshe, edhe në këtë aspekt nuk mendoj që mundet me pas fort përveç nësë është në uj që përmbon oligominerale shumë, ma shumë, se so ujt e zakon shumë, atër grumbullimi që atyne mundet me pas një efekt të tillë që me pas krem të gurve. Po prapë se prapë, unë tash është një rrugë pak ma ndryshe dhe pak ma e gjatë e përtithi se ujt nga organizmi jonë. Ndërkohë, shumë shpesh e kemi ndëgjuar, e lusë Benartin edhe fotografitë e doktor Arditët që i kemi, këto është një procedurë e thyrë, apo? Kjo është procedura e thyrës të gurve, do me thonë me laser, që quhet ores litotripsia me litolapaksi, kur përmes rrugëve natyrale urinare, hymi dhe në fshikën urinare dhe për atu një hymi në ureter dhe rrëdhemesh drejt e guri, të cilin e thejmë në fragmente ma të ima, edhe që ato fragmente pasaj i nëzirrim jashtë dhe i largojmë. Kjo është procedurë e tillë që realizohet gjatë çdo ditë të punës tuaj me pacientë të ndryshëm. Shumë shpesh e kemi ndëgjuar, jo gurë në vesh, po kisha zallë në veshk. A ma spjegon pa ku... Tani, kjo puna e zallit është ma shumë ajo shpreja popullore, sepse për ndryshe ato munden me qenë kristale, që diso herë kristalet nuk mund të shihen me ultrazon, po ndoshta mund të shihen me imazherit e tjera, për shembull CT. Po ka edhe kristale që janë të 2-3 mm, që shihen edhe me ultrazon, për shembull, dhe janë të shpërndara në komplet veshken. Po, adi nuk është ashtu aj termi e paske veshken plot zallë. Po, që se shumë... Sa e mundet me konë 1 kristal ose 2 kristal, për shembull mikrolitit që ne quajmë ka 2-3 mm, po zakonisht nëse pacient nuk ka pengesa të rrjedhës së urinës, ato kanë me u eliminu në mënyrë spontane, po hetu fare. A ju shkaktojnë infekcione urinare këto kristale? Varet nga guri që është. Ka guri që shkaktojnë infekcione urinare. Dhe është simptoma e parë, pastaj është infekcioni. Dhe simptoma e parë është infekcioni. Po, të kthehemi në karrikë, doktor Ardit. Ne kemi duke edhe një fotografi, doktor Arditit, të cilët mund të apostojnë, por në ndërkohë, derisa del po. Kjo është procesit e punës. Po, kjo është dëmon foto të që kjo pajisja me ezveld që ne i them gurt me rreze jashtë trupore. Që ju jetoni ma shumë aty se shpejt. Bashkë. Doktor Ardit, të kjo pjesa e, po se jemi drejt fundit dhe du më dalë të kjo pjesa e simptomave të përgjithshme generale që shumë është një ndër to infeksionet urinare. Me çfarë analiza ose çka kërkohet fillimisht që na jep edhe një analizë gjaku që mund të kemi gur në veshk? Okej, tash na po e morim kështu. Pacienti zakonisht kur ka gurën e vesh vjen për shkak dhimbjes. Ose ndonjë djegsimi, ose çuçi përmendëm më herët nëse guri ka rënë pjesën disale të kanalit urinar që jep ankesa dizurike. Atëherë si e tillë përveç dhimbjes, edhe përveç këtyre ankesave të poshtme, të troktit të poshtëm urinar, na mundemi me bo një eho në rand parë, me po veshka a është e ajtëne apo nuk është e ajtëne, e para. E dyta, pasaj kemi me kërku një egzaminim biokemik të urinës. Në popullin si egzaminimi thjesht urinës, por në fakt është shumë do me thënës qaj egzaminimi urinës. Jep shumë përgjigje. Qaj guri, sepse jep shumë përgjigje, qaj guri
që është në kanal dhe po mundohet të eliminohet në mënyrë spontane, ai ko me ngasmu mukozën e ureterit dhe rrëdhimisht ko me nëshu pikat e gjakut. Shpesher quhet makrohematuri kur pacienti e sheh me sytë e vetin, që doktor ko mu rinu turbot dhe me nuanca, me ngjyrë të kuqe, me nuanca gjaku, po ka raste kur pacienti nuk vren ndryshim të ngjyrës së urinës, por vrehet përmes ekzaminimit të urinës në mënyrë laboratorike dhe vrehet që është një rritje e numrit të eritrociteve të freskëta si prezencë në analizën e urinës. Në këtë mënyrë atëherë ne kemi me ekzaminu edhe me imazheri të tjera që të vim në konkludim të gurit dhe në matësitë e tij, në lokalizim të tij, qoftë nga veshka, qoftë nga ureteri, që është pjesa proksimale, pjesa lumbale edhe pjesa distale e ureterit, edhe rrëdhimisht për me jop rekomandimet çka me tutje. Po, guret në veshkë dhe intervenimi i tyre me këtë metodë të cilën e shpjegove shumë mirë, a mund ta bëjnë të gjithë pavarësisht çfarë smundjera kronike kanë, qoftë të moshuar, shtatzona, diabet? Jo, të shtatzonat në asnjë mënyrë nuk bëhet, për shkak se është domethënë goditje me rreze, e para, e dyta si procedurë zakonisht ka nevojë, sepse ka dhimbje kur të realizohet, duhet me hap anestezion. Tani është edhe arsyeja e dytë që të shtatzonat nuk guxojmë me përdor, mandena për shembull nëse është guri në kalikset e poshtme, domethënë të ureterit, të veshkës, vështirë se na mundemi me thyme këtë procedurë, pa nuk mundet më ngjit lart edhe me dalë për me kalu në kanalin urinare me u eliminu në mënyrë spontane. Pastaj nëse guri është në pjesën disale të ureterit, ti me këtë pajisje ki vështirë me realizu, sepse janë kockat e komblikut që do t'i ndalin rrezet. Edhe pjesa tjetër është për shembull nëse edhe veshka ose pacienti është me një infeksion urinar, që fillimisht duhet të trajtohet infeksioni, pastaj të përgatitet për këtë seancë, por janë disa arsye, disa rrethona që ne duhet t'i kemi parasysh derisa të japim indikacionin për me bë trajtimin me ezvel. Po në raste të tilla ka raste kur nuk vendoset me ezvel, por me ndonjë metodë tjetër. Po, patjetër, varësisht nga çato rrethona, indikacionet e pacientit, indikacioni, gjendja e përgjithshme se mundje të tjera shoqëruese, edhe duhemi me realizu procedurat e tjera, deri edhe të ato me kirurgji të hapur. Kjo vlen edhe për fëmijët. Po, patjetër. E njëjta metodë. Po, absolutisht nuk ka ndonjë pengesë që me thonë mos bëjmë me zvel. Kundër efekt, rrezatimi ose diçka kjo nuk ka, që ta shqetësojmë. Rrezatimi me këtë pajisin që është në foto mbrapa neve, është veç derisa të lokalizohet guri. Mandej, procedura që e bën një fazhur me tak, ajo në asnjë mënyrë nuk shkakton rrezatim. Madje që unë po shifet që tu jam pa asnjë pajisje mbrojtëse. Pacienti është rrit, unë që tu jam pa pajisje mbrojtëse sepse nuk ka rrezatim. Prandaj është një metodë shumë e mirë edhe mbrojtëse edhe për neve si staf, si punëtor, sepse na kemi pacient për ditë dhe atëherë rrezatimi te ne do të jetë shumë më i madh, po është vetëm derisa të lokalizohet guri, të pozicionohet edhe fillohen goditjet, atëherë nuk ka rrezatim. Kam edhe një pyetje të fundit, doktore. Shumë shpesh pacient, sidomos që ndodh më shumë tek gjinia mashkullore, vinë ose e kuptojnë që kanë guri deri në momentin kur e kanë pa që ka dalë guri dhe kanë pas një dhimbje, një traumë, edhe a ka në trajtim special për këta pacient që gurin e qeshin spontan, po që mund të kenë cikatrisë ose lëndime të kanalit urinës? Ka pas plot raste që u dash me u vënu një stent, sepse veshka ka mbetë ajit edhe pas eliminimit e gurit, madje edhe me një javë, 2 javë, edhe është dash me u vendos një stent, që mu pastru veshka, mu shqaje, s'pedi qysh ta qujmë ashtu të largojmë hidronefrozën që e ka ajo veshk, edhe pas eliminimit e gurit e masanena me hek ato. Unë tash, në rand të parë, nëse guri ko mu eliminu vetë, po e morim të pjesa intramurale, që është pjesa ureterit që hynë në frikën urinare, a i mundet mu lëndu. Qaj lëndim, pjesa fibrotike, kur të bëhet e tina që regenerohet ose të nëtonë organizmi të ashëraj vetë vetën, mundet me shaktu mandena strukturët e ureterit. është eliminu një guri, po masanena ty të ka dojnë një telashe tjetër pa guri fare. Prandaj, në gjdo rast, në tila rast, edhe nësë është eliminu guri vetë, veshka nuk duhet me najtë e ajtë, ma një është mu vënu një stent, mu majtë ndoshta 2-3 javë, mu zënu që ajo pjesë e kanalit, mu largu hidronefroza për veshkës, edhe mandi me hekja dhe stentin.
Ta bona me qëllim këtë pyetje se shumë pacientë neglizhojnë situatën, dul guri tash jam rahat, edhe s'u shkoj te qëllimisht e bona sepse mund të shkoj shumë më keq se sa guri. Edhe pse është eliminu saktë, domthonë mund me pas të lashe shumë më të moja edhe pse është eliminu guri. Pro ju gjithçka është zgjidh pse ka dol guri. Son tash plot raste ka kur veshka ka met në hidronefroz edhe pas eliminimit të gurit. Kështu që duhet të kemi shumë kujdes. Në ne mos me u bazu në teoritë popullore, mitet, sepse e dëmtojmë edhe organet tjera që është rëndësishme mund të humbim veshkën komplet. Edhe në ndër, sa po del guri, mos të rrim shlirë se u krysh do gjo, sepse bash atëherë fillojnë problemet ma serioze. Pajtu në plëtsisht. Kështu që e di që ka shumë sane tjera që i kena me i trajtu për veshkën, për gurin, po minutat i kemë të kufizun, mund të doja për fund krejt, t'ju drejtoheshim edhe shikuesve tonë ata të cilët vetëm e kanë bërë këtë intervenim të largimit të gurve, ka diçka që duhet ta kenë shumë parasysh me veten e tyne, në mënyrë që nëse jo me u përsërit, nashta përsëritet gjithsesi, po të paktën 5 vite, 6 vite të ardhshme të keni një shëndet pak më të mirë. A ka diçka që ujë me pi më shumë, me u shmang produkteve të kafes, pijeve të gazuara, domethënë të përdoret dhe të konsumohet ujë dhe çaj nëse më shumë, edhe të kenë kontrollat e rregullta te neurolog me ankesën e parë të tyre, posaçërisht ato pacientë që kanë anamnezë pozitive sa i përket gurëve, qoftë më herët, qoftë që kanë eliminuar në mënyrë spontane, kanë eliminuar përmes procedurave laserike dhe cilës do procedurë tjetër, domethënë të kenë një kujdes pak më të shtuar, po mos let që të bëhet një veshkë më e dëmtuar, më e madhe, edhe masanina me fillu procedurën kurse ka shëqër fatbarësisht, raste më të vogla, sepse ka orë pacienti që veshka thuaj ka shku komplet, edhe pse ka shku e veshkë, për shkak se ka pas një guri. Për një guri, për një guri ka shku veshka komplet. Ajo është tani shumë e domshme edhe është me një veshkë. Fatkeqësisht ka rastet e tilla. Fatkeqësisht po shqyr që pak. Pak, po, shpresojmë që të paktën përmes emisioneve të tilla t'i vëdisojmë sa më shumë njerëz që shëndeti është primar para se me dalë me pi një kafe, më mirë me shku me shqyr shëndetin tonë. Faleminderit shumë doktor Ardit për kohën edhe këshillat që na dha. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësia imja. Gjithmonë kënaqësi për neve, sidomos kur kontribuojmë bashkë. Dashur miq, kemi qenë së bashku me Doktor Ardit Kryeziu, me cilin kemi folur për guret në veshka, një problematike shpesht, por e shërueshme nëse i rrim gati shëndetit tonë. Do të vazhdojmë me një intervistë tjetër, ku do të flasim për një prej spitaleve që ka shërbime, po e themi jetike, sidomos për të rinjët të cilët kanë varësi narkotike apo alkoolit, është rezonanca treshi, së bashku me doktor Bujar Berisha, psikiatër, do të flasim për gjitha shërbimet që rezonanca 3 jep.